jena këtu para objektit qeveris, s'ka qeveri të re, do se jemi para objektit qeveris, s'ka as kuvend. Shoqënia civile i ka qitë para do dite një 120 karrika para kuvendit Kosovës si kritik për mos konstituimin e kuvendit. U bon gati 2 muaj gati që nuk po konstituohet kuvendi, dikun janë 23 dështime dhe presim e dështime të radhës, për biseduar edhe për këtë aktivitet shoqërisë civile, po edhe për këtë papërgjithësi totale të skemës politike të Kosovës, duke përfshirë nga partia më e madhe vetëvendosje të poshtë në krijimin e institucioneve, kemi liderin e shoqërisë civile, organizatën lider të shoqërisë civile, KDI dhe drejtuesin e saj, Ismet Kryziu. Përshëndetje Aset, mirë se u Ismet, gjeta. 120 karrika. 120 karrika, 120 deputet, cilët nuk po arrin të ushtrojnë mandatin e tyre, përgjegjësinë e tyre për atë që janë votuar. Edhe në ditën e kemi nxjerrë një nënmatën shtetin e paus, për arsye sepse jemi pa kuvend edhe jemi pa qeveri ose me qeveri në ndërheqje, edhe këtu e penalizojnë jetën e qytetarit, e penalizojnë shtetëformimin dhe e shmangin Kosovën nga agjendat zhvillimore, nga agjendat ndërkombëtare, prioritetet që e presin politikën kosovare edhe mirëqenien qytetare. Edhe normalisht që ne kemi dalë me 120 karrike duke shtruar presionin publik edhe për të pasur institucione edhe për të ushtruar mandatin për çka edhe janë zgjedhur. Po thatë 120 deputetet nuk po arrin të ushtrojnë mandatin e tyre, nuk po arrin, nuk po dojnë. Realisht Duket që dikush po i ndal me zër. Atë që ka qit grillat në dur. Tani kemi një situatë kur ne deputetet nuk mund të shfaqsojmë, normalisht që ka përgjegjësi të lidershipit, por deputetet me qasjen e tyre kanë mbetur vetëm numra në Parlamentin e Kosovës, sepse mandati i deputetit nuk i nënshtrohet as kujt, as subjektit politik në raste të caktuara, edhe ne kemi pa tani deputetet janë vetëm numra të rreshtuar mbrapa liderëve të tyre dhe subjekteve politike të tyre, pa përfillur interesat qytetare dhe nevojat që duhet i kenë si deputet. Deputetit zgjedhen nga populli, është dashur me qenë përfaqësuesi i popullit. Në vazhdimsi me gjas nuk po zgjedhim deputet si përfaqësues popullit, po zgjedhim deputet si përfaqësues të liderëve të partive. Është ky një prej atyre të metave të demokracisë tonë. Është një prej të metave të demokracisë, jo për shkakun se mënyrën se e zgjedhëm ose pse e zgjedhemi, por është mënyrën se si është zhvilluar demokracia brenda subjekteve politike, edhe deputetët shpeshherë janë shndruar në mekanizm të votës, por jo të mendimit politik edhe të zhvillimit politik, por këtë po harrojnë edhe partitë politike, se partia politike e cila bëhet parti parlamentare nuk është përgjegjëse vetëm për votën e vet edhe elektoratin e vet, por është përgjegjëse ndaj gjithë qytetarëve, pavarësisht atyre që e kanë votuar apo s'e kanë votuar. I keni qitë 120 karrika për 120 deputet, por ku është përgjegjësia më e madhe e mos zhbllokimit, e bllokimit të formimit të institucioneve? Normalisht që apo e shembull të shpërndam të këtë gjithë, por 120 që në fajtor. Mendoj që është të shpërndam të gjithë, por gjithsesi në bazë të peshës politike që kanë fituar partitë politike nga zgjedhjet në mandë shkurtit, përgjegjësia shkon do të bazuar në atë përgjegjësi të mandateve që kanë marrë dhe të peshës politike. Normalisht që është lëvizja vetëvendosje, ajo e cila ka numrin më të madh të përqindjes, këto edhe përgjegjësia më e madhe bjen tek partia më e madhe në Kosovë. Kryetari i LDK-s, Domira Bizhiku, mbrom në Klan Kosova kritikoi, tha dash me qit jo 120 karrika sepse po balancojnë përgjegjësinë, por dash mi vendos 48 karrika, atë janë deputet të lëvizjes vetëvendosje. Si e komenton këtë deklaratë? Po mendoj që është parti politike, ka interesat e saj politike, është e orientuar në qëndrimet e saj drejt elektoratit edhe interesit të vet politik, por normalisht që ne jemi shoqëri civile, nuk jemi të angazhuar për pushtet, siç është zoti Lumir Abdegjiku, nuk kemi interesa partijake, se cili subjekt politik është në pushtet apo se cili nuk do të jetë në pushtet, edhe mendoj që është një deklaratë e cila nuk e di ku ka bazën edhe arsyen, por me këtë deklaratë zoti Lumir Abdegjiku, asnjëri subjekt politik nuk mund ta shfaqsoj veten nga përgjegjësia dhe nga vota dhe nga obligimet që ka përballë institucioneve të Kosovës edhe përballë jetës qytetare dhe mandatit për cilën e kanë marrë. Sa është përgjegjësia atyre?
Përgjegjësia atyre është për të dhënë kontributin e tyre në formimin e institucioneve të Kosovës edhe për të luajtur rolin e tyre në daljen nga kriza dhe nga këto institucione. Tani secili subjekt politik ka përgjegjësinë e tyre, por ky betonizimi i subjekteve politike rreth interesave të tyre partijake është pjesë ose është, si më thonë, indikatori kryesor ose ajo që ka prundet blokada e jetës institucionale edhe parlamentare në këtë rast. A she mundësi që është më thy, se pajtohem plotësisht që është një betonizim i gjithëve, pra, ose futjenisti ka me përbën njëri tjetrit që kërkush me kërkon s'është, a ka mundësi më thy ky betonizim në qyshis vet? Apo janë, si me thonë, zgjedhje? Normalisht ne do të kishim një konsensus edhe një marrëveshje politike, ky do të ishte interesi shtetëror i vendit tonë, që të kemi një marrëveshje politike dhe të kemi institucione me mandat të plotë, të cilat mund të ushtrojnë kompetencat, përgjegjësitë dhe prioritetet e tyre, por gjithsesi nëse e kemi këtë blokadë dhe këtë betonizim të subjekteve politike, atëherë janë zgjedhjet si rruga më e mirë për ta kthyer këtë përgjegjësi tek qytetarët, edhe qytetarët edhe një herë të vendosin edhe deklarohen për votat ose për përgjegjësinë politike. Domethënë, edhe ti ke ardhur në atë pikë me apo e kam gabim, edhe ti ke ardhur në atë pikë jo vetëm si person, po si edhe heci KDI-s në atë pikë që po thua diçka të me gjithë përkundër të gjitha dëshirave, përpos zgjedhjeve s'ka zgjidhje. Ka përpos zgjedhjeve ka plus zgjedhje. Por nëse subjektet politike nuk dëshirojnë të krijojnë zgjedhje dhe të ofrojnë zgjedhje, atëherë zgjedhjet janë rruga më e mirë për ta pruar edhe një herë tek qytetarët edhe për të marrë legitimitetin e ri nga qytetarët. Edhe pse thon drejtën, unë jam skeptik për ndryshimin e klasës ose konfiguracionit politik i cili do të ndaten me zgjedhjet e reja, por zgjedhjet e reja mund të ndryshonin pozicionet politike. Edhe jemi për zgjedhjen këtë rast për arsye se ka disa rrethana të cilat na diktojnë edhe ne po hym gati në një fazë ku shteti për një vit do të jetë në blokadë. Për arsye se jemi në fazat kritike ku mund të shpallen zgjedhjet lokale edhe të organizohen zgjedhjet lokale, do të kemi edhe institucione jo të përgjithshme në nivelin lokal për shkak të përfshirjes së kryetarëve aktual në zgjedhje dhe subjekte politike në zgjedhje. Në anën tjetër kemi mungesën e parlamentit, kemi mungesën e qeverisë, edhe shpejti do të kemi krizën tjetër për zgjedhjen e presidentit, edhe ne rrezikojmë që shteti jon të jetë në pauzë deri në marsin apo prillin e vitit tashëm. Çish është mos me kështu me liu. Derisa tash është diçka që nuk mund të më thonë që s'ndodh, se fatkeqësisht gjithçka që tutemi që mund të më ndodh këtu po ndodh. Po si më thon shqetësuese edhe me dëgju. Kjo ndodh për arsye se kemi një vakum ligjor edhe kushtetues i cili nuk jep zgjidhje dhe është i bazuar mbi vullnetin politik. Edhe ky vullnet politik i cili nëse nuk do të ketë presion qytetar për zhbllokimin e kësaj situate apo edhe praktika tjera, të cilat është keq që ne sot mund t'i përmendim si lehtësimin nga ana ndërkombëtarëve për një arritje në një marrëveshje politike, atëherë ne shumë lehtë mund të rrassim edhe të fusim në këtë cikël të krizave, e që thënë të drejtën, ne nga shpallja e zgjedhjeve të vitit të kaluar jemi gati thuajse në një cikël të mungesës fuqiplotë të institucioneve në ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të tyre. Ose asnjë të kuvendit, Ismet. Po. Çish kish mujt sipas mendimit tëm personal tash. Edhe si një person që e ke përcjell situatën politike, pra je një politolog ta themi ose një analist politik. Kush më kanë ish dasht me zhbëkit ngërçin që është bë në fillimisht e krijimin në konstituimin e kuvendit. Po çaj ish dash me bë, kush ish dash me marr vesh me kën për me zgjedh kryetarin e kuvendit. Janë Po dy, flasim pak politikisht. po. Se Janë dy mënyra. Janë dy mënyra. Po, janë dy mënyra do të përdalun nga kjo situatë. Partia e parë, siç është edhe në interpretimin e kushtetutës, ka të drejtën e propozimit të kandidatit, edhe partia e parë është përgjegjëse të formoj ose të krijoj grupin parlamentar, shumicën parlamentare prej gjallëve në numrash. Por në momentin kur kemi këtë betonizim të subjekteve politike për të bashkëqeverisur me vetëvendosjen këtë rast, apo për të hyrë me një koalicion,
Mendoj që partia parë duhet gjejë një konsensus i cili nuk nënkupton bashkëqeverisje. Në këtë situatë kemi dy deklaratë. Çfarë vjen që një konsensus që nuk nënkupton bashkëqeverisjen? Për zgjedhur kandidatë, një kandidat i cili është i pranueshëm edhe nga partitë politike opozitare, e që në këtë rast nuk kemi nevojë për një marrëveshje politike, por kemi nevojë për një konsensus. Tre emra i ka nga AK-ja. Absolutisht. Mendoj që Newsen dhe Shqipe Selimin dhe Saranda Bugujevcin. Të tre ka thënë zoti Ramush Haradinaj që i këshin ato. Do të thotë, zoti Haradinaj ka përmend tre emra, parti tjera politike konsideroj që kanë për postministra mund t'japën. Kjo është mënyra dhe qelësi që mund të bëjë subjekti parë politik, duke mos krijuar shumicën parlamentare si marrëveshje ose si koalicion, por një konsensus me subjekte politike për zgjidhur këtë ngërç. Edhe e dyta, nëse ky betonizim i subjektit parë politik është në këtë fazë, atëherë partitë politike që tani nuk mund t'i quajmë opozitë ose shumicë, por mund ta votojnë kandidatin aktual të propozuar nga vetëvendosja për të kaluar në fazën e ecjes apo orës kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë. Janë këto dy situata të cilat mund të krijohen me veprime të përgjithshme qoftë nga partia e parë politike, po qoftë edhe nga opozita. Po më duket këtë orës po duhet me nis as opozita as opozita e deridjeshme as pushteti i deridjeshëm, sepse nuk e ka shumicën. Edhe lëvizja vetëvendosje duket se ka shumicën, pas opozita këneu, kryetari i LDK-s pra më tha që s'kemi shumicë as ne. Ata s'kan shumicë, por ata mund të japin zgjidhje kësaj çështje duke votuar në këtë rast një kandidat të propozuar nga vetëvendosja, për në mënyrë që krijimi i qeverisë më të Për qeverinë e kanë fjalën, shumicën për qeverisë e kanë. Do të shkojmë zgjedhje. Nëse ky është problemi, atëherë mund ta quajmë, të spekulojmë një marrëveshje e heshtur me subjekte politike, ta shfrytëzojmë këtë krizë edhe potencialisht përmes kësaj krize të vim në një afat kohor ku mund t'i bëjmë zgjedhjet parlamentare dhe lokale brenda një dite. Kjo ka folur shumë si synim i lëvizjes vetëvendosje. Po duket edhe i opozitës. Po pse? Nuk e di, po veprimet e tyre lejnë për të kuptuar që jemi duke shkuar drejt kësaj rruge, edhe kjo mendoj që do të jetë shumë e domshme për demokracinë kosovare, sepse KQZ nuk është mjaftueshëm e përgatitur për këto. Absolutisht. Menzi vota 2 muaj ditë. Qytetarët në anën tjetër do thotë nuk është se kanë kohë të mjaftueshme për të edukuar, për të votuar. Ne kemi pas një votim të tillë në 2007, por gjithsesi deri tani nuk e kemi përsëritur atë proces sepse mendoj që nuk i bën mirë garës politike. Ka pas shumë vota pavlefshme me sa mbaj mend në 2007. Edhe kjo do të na provoj atë. Edhe mendoj që ajo që pse sot unë kisha më qenë për zgjedhje, të pamundsohet shkuarja në zgjedhje brenda një dite në zgjedhje parlamentare dhe lokale, sepse mendoj që dëmton garën politike, nuk paraqet garë reale, edhe e pamundson në mënyrë të drejt për drejt qytetari me ushtru votën e vet për mandatarët e zgjedhur, edhe është koha atak mund ta quajmë mbi demokracinë pa nevojshëm. Do thotë për shkak të marrëveshjeve politike, të cilat subjektet politike duket se janë duke shkuar drejt asaj rrugë në heshtje. Zgjedhjet. Kur ta mërmenen që është dashme konë këtë zgjedhje? Të zgjedhje është dashme konë nëse ne kemi një betonizim të subjekte politike për mos bashkëqeverisur, edhe asnjë subjekt politik nuk arrit të ketë shumicën parlamentare, atë ne duhet të shkojmë sa më shpejt në zgjedhje. Po kush më na thua se këto nuk merren vesh as për me shku, as për datë, as për me shku në zgjedhje. Kush është arbitri? Kush është dashme konë këtu ndërmjet si arbitri? Presidentja si duke spelun këtë rol? Presidentja mendoj se ka kompetencat edhe fuqinë e kufizuar për të ushtruar rolin e saj, po ajo i ka mbledhur një herë, mund ta në një javë në ardhshme. Nisuna e pyetje gjykatës kushtetuese që s'po i çon. Po mendoj se gjykata kushtetuese nuk ka shumë fuqi për të interpretuar këtë krizë dhe këtë ngërç politik ku jemi, edhe për atë arsye ky është një vakum, domethënë kushtetues dhe ligjor. Presidentja mund ta luajë rolin e vet më aktiv, spaku edhe me paraqitje publike duke bërë thirrje. Presidentja s'po hin, këta nuk ka kush ishte më marrë vesh milionit e Është vetëm një rrugë, është presioni qytetar që mund të zhvillohet mbi këtë, por po duket se qytetarët janë duke luajtur një farë roli të besimtarit në partitë e tyre dhe në idhujt e tyre, edhe këta kanë gjetur një terren të gatshëm kështu, të përshtatshëm për të manovruar edhe për të mos dhënë as llogaridhënie pas përgjegjësi përballë qytetarëve dhe votën për çka janë zgjedhur. Nëse shkojmë zgjedhje, fiton hup kush pe kësaj katrahure politike që mund. Është vështirë të kalkulohet, është vështirë të kalkulohet.
por gjithsesi unë mendoj që mund të ketë lëvizje shumë të ngushta, jo lëvizje cilat do ta ndryshojnë konfiguracionin politik, por mund të shërbejnë ndryshimit të pozicioneve politike. Qysh? Kanë me ndru gjuhën partitë politike? Kanë me ndru gjuhën. Vetëvendosje mos ka me thonë dy ky hype, dy ky këtu, Ramushi mos ka me thonë hargati Serbisë. Ramushi nuk e di edhe pramu më duket të ka thonë, Ramushi nuk e di do ta ndryshoj. Po mendoj që do ta ndryshoj pozicionin politik pas zgjedhjeve. Do t'jekën vijat e kuqe thu. Besoj që vetmja kjo mundësi, domethënë sepse ne nuk mund të shkojmë. Po sa po shkojmë zgjedhje na, vetëm me harruj fytyrën partive politike, apo? Për të arsyetuar për ballë publikut. Po dhe çato, po dhe me harruj fytyrën para publikut, fytyrën që nuk e kanë partive politike. Për asnjë arsye tjetër. Për asnjë arsye tjetër, është shumë e dëmshme, kostoja financiare, humbja që jemi të i bëjmë vendit, pa institucione, edhe ku e kem parasysh, nëse partitë politike do të shkonin në zgjedhje me këto vijat e kuqe dhe me këtë betonizim të tyre, atëherë edhe pas zgjedhjeve ne nëse do ta kemi një qeveri e cila do t'i ofroj rreth 80 numra, ne rrezikojmë që prapë në mars apo shkurt për shkak të zgjedhjes së presidentit të jemi në zgjedhje. Domethënë futemi në cikël të kriza. Për këtë arsye apo doli rekordi Ismet, ata merr mendje që nuk kanë mundi të ofendojnë një pjesë e njerëzve dhe mos me dal, por me pas rënë një daljes. Nga kontaktet që ne kemi me qytetarën, nëse mund me dhoni servim kësaj lloji, domethënë do të jetë numër më i vogël i daljes së qytetarëve, por gjithsesi në fushata shpeshherë ka ndodhur që partitë politike të arrijnë të mobilizojnë masën edhe elektoratin e tyre. Dy herë me ani muj, me ani vjetë Ismet. Çfarë më thon tash pe djeshi dy ky tash çka kjo? E aja argati Serbisë çka o tash? Çfarë do na më thon më këtij opinioni edhe partitë politike po në studio televizive. E ju shoqëri civile, çfarë doni më thon? Të njëjtit njerëz janë. Normalisht ne s'kem shumë çfarë më thon. Optimin se po një pjesë e qytetarëve ftoheni në debate. Po, një pjesë e qytetarëve besoj që nuk do dalin në zgjedhje, do të refuzojnë të janë pjesë e zgjedhjeve, do të bojkotojnë këtë proces, por gjithsesi kjo është ajo mënyra që po shkojmë, ose elementi tjetër i cili nuk do duhet na ndodhte, jem në vitin 2025, jem mas sa vite konsolidim të institucioneve, pavarësi, edhe nuk do të duhet na ndodhte, po ndoshta kemi nevojë për një lehtësim ndërkombëtar për dalën nga një ngërsh politik, edhe për mos të hyrë në këtë cikël të krizave. Një lehtësim që nuk po vije, para mendo. E kena kërkuar mos me pas lehtësim ndërkombëtar, por po e shohim që kemi një skemë politike as polarizuar, ka pak edhe rrejshëm me njëra tjetrën, ka pak edhe rrejshëm është polarizimi, se nuk e kanë polarizimin real, e kanë ma shumë mashtim të opinionit publik, por po themi tash, aman hajteni dikush pak se s'po merrem vesh me njëri tjetrin. A ka qenë kushtet te ju Ismet? Jo. Se edhe kjo që s'ka orë kërkush te ju ka zënë shumë, se përpara vishin. Jo, nuk ka quar as kushtet e ne, kemi pa deklaratat politike të disa ambasadorëve, cilët normalisht kanë përkrahur konsensusin politik, për cilën edhe ne jemi, për të pasur një konsensus politik edhe për të krijuar një qeveri e cila do të vazhdojë tutje me përgjegjësitë që ata presin Kosovën edhe me urgjencën e përgjegjësive që e ka Kosova edhe në skenën ndërkombëtare, po edhe në ambientin e brendshëm ligjor, politik, zhvillimor e gjitha. Ismet, çfarë koalicioni ti këta të hujtë për dhe një farë koalicioni stabil. E koalicioni stabil është vesh koalicioni madhë. Koalicioni stabil është koalicion... Vendosjes e LDK-s, vendosjes e PDK-s, LDK i tha jo. A shekesisht pa mund shumë VVPDK? Nuk, tani asë LDK se kom pa mund shumë, por gjithsesi e kem pa mund shumë. Partia Demokratike për mes eksponentëve vetë, edhe aja ka betonizuar vetën si refuzim për që janë pjesë një qeverie me vetëvendosin, gjithashtu vetëvendosja e ka betonizuar vetën për që janë pjesë një qeverie me Partinë Demokratike, dhe do të thotë kemi këtu dy rrethana. Një tendencë të VV-s për të futur me LDK në koalicion, refuzim të LDK-s edhe mënyrën se si është paraqitur kërkesa. Jo, letra publike le shumë për dëshiruar, e as më pakti është një hap, si me thonë, një hap serios për ndërtimin e një koalicioni me Lidhjen Demokratike në këtë rast. Për arsye që edhe në debatë publike e kemi pa për dallim që me zotin Limaj, zoti Kurti është takuar 2-3 herë me Partinë Demokratike dhe me Lidhjen Demokratike, i ka bërë përmes letra publike, edhe letra të cilat me një farë forme edhe janë mund të quhen edhe fyse për këto subjekte politike.
Me PDK-n. Me PDK-n do Ta kam përjashtu ka pak, po ka njerë kjo të përshtypja që ketë këlloja është dy partë në fund me thonë, mas të ndërmjetësimi dy partë në fund me thonë s'patëm qare pa hime njënë tjetëri. Ketë hipotetike, po... Nuk e di, hipotetike, po në qofë se kjo... Se opcionit të në zgjedhët. Sakt, për atë për thëmi Do jemi shta tani bashkë para... këtë narracion për kërkojnë partitë politike. Po Me nuk e di, kompromiset që i bëjnë. nëse do vinte një koalicion i tillë, do të thotë për shkak të presionit publik dhe në prapavi ka qenë një si më thon lojë e këtyre subjekteve politike për të kamufluar idenë e bashkëqeverisjes së bashkë, atëherë kjo besoj që do të ishte shumë dëshkuese për këto subjekte politike. Që keni po lëvizjen e Limajt? Po, mendoj që zoti Limaj besoj që ka bo një veprim të drejtë në politik, duke po që opozita e cila ishte deklaruar për 4 vite për t'ja pamundsuar zotit Kurti qeverisjen, nuk e pata serioz këtë ide dhe mas 4 vite doli që ka qenë një blok politik për arsye se ata nuk u bashkuan në një kauz për të krijuar një qeveri të opozitës, edhe mendoj se zoti Limaj si subjekt politik më i vogël në parlament e mas pakti do t'i konvenon në zgjedhjet parlamentare, besoj që ka bërë një veprim të drejtë për të ofruar një mundësi drejt zhbllokimit të institucione, por dhe për të rrështuar në interesat. Por gjithsesi nuk po arrin të bëhet marrëveshja, ndoshta jo për shkak se s'po arrin të bëhet marrëveshja, por siç po shihet në bazë të numrave, edhe zoti Limaj tani me 3 numra është i pamjaftueshëm për të krijuar një qeverisje. Në anën tjetër është hipotetike, por besoj që edhe lëvizja vendose është duke kalkuluar që mos ketë një qeveri me 61 numra, duke pas parasysh që mas 3-4 muaj do të futet në procedurën e zgjedhjes së presidentit. Po veç për qeveri me 61 numra. Unë besoj që do të është duke shkuar drejt asaj rruge, unë besoj që për atë arsye do është duke bllokuar procesin, sepse nuk është duke dashur të ketë një qeveri me Çka po kërkon vetë duke bllokuar procesin? Unë mendoj se gjitha partitë politike janë duke kërkuar zgjedhje që pas zgjedhjes dalin nga kjo situatë. Zgjedhje? Po, por zgjedhjet janë duke i kërkuar përveç ndoshta subjekteve politike ose deklarimet që s'paku i ka bërë zoti Haradinaj që nuk është për zgjedhje, po për zhbllokim të situatës, mendoj se gjitha partitë politike, propozimi i Lidhjes Demokratike për 6-7 muaj, propozimi i këtyre mendoj që gjithat janë zgjedhje. Duke dy që janë të gatshme edhe PDK. Unë e kam përshtypjen që as vendosja nuk është e gatshme për zgjedhje. Unë e kam qatë përshtypjen në bazë të disa diskutime me zyrtarët e vendosjes. Nuk besoj që ka as LDK shumë dëshirë për zgjedhje. S'flasim për kënë nismen, pra s'po di ka peshet i këtë shkëndijen. Po m'duket mu ma shumë zgjedhjet janë t'ju përdor për me friksu njëna tjetrën edhe opinionin publik. Ja, mendoj që propozimi i Lidhjes Demokratike i cili ka qenë bazë subjektit politik për një qeveri të tranzicionit, ai ofron zgjedhjet mas 5-6 muaj, do të thotë. Po edhe veprimet e këtyre dhe kjo heshtja në krimin edhe ky qëndrimit të mos krimit të parlamentit dhe konstituimit parlamentit na çon te zgjedhje. Po unë mendoj që këto kriza kështu janë të na prodhuar situatën ku të shkojmë zgjedhje lokale dhe parlamentare brenda një dite. Brenda një dite të shkojmë në zgjedhje parlamentare dhe lokale, por a janë të gatshëm për zgjedhje, besoj që ma përpara janë gjithë të gatshëm për zgjedhje, se sa thyjnë premtimet e tyre kundra një bashkëqeverisje me vetëvendosjen këtë rast apo i vetëvendosjen. I ndrojnë premtimet dhe thonë pozicionet politike. Ato para 3 muajve mi thonë çka po me. Kjo një teori e lodhjes qytetare. Dhe mas lodhjes qytetare, do të thonë vjen ajo faza ku qytetarët mund të jenë të gatshëm, bëni kush doni vetëm të krijojnë institucion. Ama lodhja, çat lodhjen për llogarisë, si më thonë para pa shkull zgjedhje, se na kena pritur një lodhje. Jo, ka shpejt brenda një muaj s'lodhen qytetarët. Po, sakt, por ka qenë më gjatë, 3-4 muaj. 6 muaj gati ka gjatë. Edhe tani jemi thuajse ja 6 muaj ka gjatë se gati 6 muaj interpretimi kushtetues, ka qenë 15 qershor deri ku fundi i shtatorit. 4 muaj po. S'ka lidhje, gjatë. Në gjatë një koma gjatë. Po, një verë krejtë edhe parafërsisht është një njëjta situatë në cilën ndodhemi edhe sot. Po, ama lodhje pat, po s'ka pas paknacia ka qenë po ashtë e madhe. Edhe pse u bëj, ke lodhë boll, po paknacia ka qenë shumë e madhe. Paknacia, janë dy situatat ndryshme. Në këtë mënyrë, po them. Janë dy situatat ndryshme, besoj që atëherë ka qenë një koalicion i mobilizuar i opozitës, pavarësisht që smurri interpretimin kushtetues sipas veprimeve të tyre,
por skena ka qenë polarizuar edhe ndarë në dy kampe politike. Tani nuk e kem në dy kampe politike, skena është ndarë në disa kampe politike, edhe mendoj që kjo është situata ku edhe qytetarët do të thotë janë shumë të kufizuar. Skena ndarë në disa kampe ishtë dosh me mundësu qeveri. Se s'pe mundëson ishte. Se cili po do më Ose qenë polarizimin dy pari. kampe për dihet çka është, ta janë njëra tjetri, po kur është e dome në disa anë, Disa dosh onë me kjo e mundësu pamundson, qeveria. kjo e pamundson. Faktikisht polarizimin e disa kampe e pamundson ose betonizimi. Për shembull kemi pas deklaratat e fundit të zotit Abdigjiku që ne nuk do të jemi vagoni i askujt, edhe do të thotë kemi të Partisë Demokratike që thotë me një qeveri të opozitës kryeministin atakon neve, edhe vetëm zotin Haradina e kemi pas. Opozita, po thonë që 4 vjet kena punu me Hjek Albin Kurti, nëse kanë Po duket që nuk i kanë asgjallë një numra, sepse kanë rënë në diskursin e partisë politike të vetëvendosjes, kanë përjashtuar listën srpska nga mundësia koalicionit edhe ofrimit të numrave dhe kjo ja ka përmundësuar, edhe kemi pas disa deklaratat e disa deputetëve të Lidhjes Demokratike që s'do ta votojnë një koalicion me Partinë Demokratike dhe kjo duket që nuk i ofron numrat e mjaftueshëm asgjallë të një numra për të krijuar qeverinë. Ismet, po du me më rikëthy të shoqënia civile përballë kësaj blokade, përballë këtij betonimi. Çka, si më thon, i keni qitë atoni që Zet Karrika, që ka qenë një hipotezë shumë i mirë i ngritjes presionit. Para se më këthy që dëni me para se më shkute ajo që çfarë dëni me bo, po du me pas një mendim t'ju se kom një farë përshtypje që në 2020-2021 një pjesë e madhe shoqërisë civile u politizua, disa u afruan të qeveria e disa tjerë u bën zëdhënës qeverisë duke qenë shoqëri civile. Madje ka pas organizata shoqërisë civile që nuk kanë financuar askënd tjetër përpos atyre organizata që kanë qenë pro pushtetit. Domethënë kena pa shumë më pak shoqëri civile se vitet të kalume, kur ka qenë shumë vibrante, shumë aktive, domethënë. Ju keni qenë disa që i keni qëndru mision, i keni qëndru besnik misionit ju që t'jeni në shërbim të mirës të opinionit publik dhe gjithmonë kritik ndaj qeverive. Keni qenë disa, por nuk keni qenë shumë. Çka ndodhe, Ismet? Po janë disa elemente që duhet ndoshta me i trajtue. Qysh u blesh shoqënia civile pa pare me pare? Nuk është blesh shoqënia civile, por gjithsesi veprimtaria. Një pjesë, jo është. Veprimtaria në shoqëri civile ta krijon mundësinë ose hapësira ku ti e ndërpret aktivizmin tënd në shoqëri civile është politika dhe institucione. Edhe unë besoj që një pjesë e shoqërisë civile ose disa individ nga shoqëria civile kanë gjetur mënyrën e rrugën përmes institucione ose angazhimit në parti politike për dhënë kontributin e tyre. E dyta është se çka ka ndodhur ata që kanë shku shumë mirë, po këta që kanë met më shef. E dyta që ka ndodhur, domethënë shoqëria civile ka disa kauza të veta në cilat ka qenë përfshirë si në trajtimin e rasteve korruptive dhe këtë qeverisjes, por shoqëria civile nuk është e angazhuar për ndryshim të pushtetit. Është e angazhuar për mirëmbajtjen e përgjegjësisë edhe jo ndryshimin e pushtetit. Çka ka ndodhur më herët, mendoj që i ka ndihmuar aktivizmit shoqërisë civile, ka qenë një opozitë fortë e orientuar nga vetëvendosja në çështje të caktuara. Ndërsa tani kemi pas një opozitë jo funksionale në kuptimin e ngritjes së kauzave edhe mbështetjes së veprimtarive ndaj kësaj qeverie. Madje partitë politike opozitare për anë vite takuan grupe të mëdha të organizatave jo qeveritare kur u diskutua për shkuarjen në zgjedhjet parakoshme, por nga planet edhe nga premtimet edhe nga idetë të tyre që prezantuan, ata harruan mas atyre takimeve edhe vazhduan të jenë komod në rolin edhe aktivitetet e tyre. Po thoni që opozita jo shumë e zënshme nuk ja ka mundsuar as shoqërisë civile që me qenë mjaftuar shumë e zënshme. Shoqëria civile do të thotë nuk është vendimarrëse, edhe hapësira ku ti mundesh me gjetë kur qytetarët janë të orientuar, edhe politizuar edhe të ngjitur mbrapa partive politike si besimtar, atëherë ti e ke shumë më vështirë të mobilizosh qytetar edhe të jesh aktiv në disa procese që mendoj unë është dashur të jemi shumë më aktiv. A kanë filluar me mbledh me një pjesë disa organizata shoqërisë civile që u patën bërë si më thon shërbëtor të pushtetit, a kanë filluar të mbledhin mend apo jo?
Nuk e di, Apo në rënd diçka nuk e di, në shoqërinë unë civile? besoj që ka pas shëmtorë të pushtetit nga organizatat jo Ne dimi qeveritare. smet që dikur ja kam pas nisë edhe organizata ndërkombëtare mos me financuar organizata jo qeveritare që s'kanë qenë në ndihmë të qeverisë. Na e dim atë punë. Nuk e di se tash moj me fol për KDI-n, nuk isha Po, marrë flas për përgjegjësinë KDI-n, me fol për tërësinë. Po unë po foli flas për për arsye tërsinë dhe se- s'po them a mi emrat se s'po të lypi jo korrupsi. Gjithsesi ka organizata politike të cilat janë financuar nga pushteti, janë financuar nga institucionet dhe kanë mundur me ndjek agjenda qoftë qeveritare, qoftë pushteteve lokale. Domethënë ka, po unë konsideroj që ky numër i organizata në nivel kombëtar nuk ka pasur kësi rrshitje të anushme partijake ose në shërbim të pushtetit. Ismet, unë prapë du me thonë, unë mendoj që shoqënia civile në Kosovë është pavarësisht që e konsideroj që është një rënie dhe është e konsideroj kështu me dhimbje, jo me dëshirë, e konsideroj që është më e mira që e ka rajoni, bind shumë më e mira se kudo në rajon, edhe që një pjesë organizatave serioze e kredibilit shoqërisë civile, megjithatë ka ndrujtur seriozitetin edhe kredibilitetin e tyre, edhe në këtë kohë, edhe sot. Tash kam qef pak më shumë ju po, për shembull. Po çfarë doni me po ju Ismet tash matuti? Me të drejtën ne punojmë të mos ketë organizata jo qeveritare, të kemi një ndërgjegjje politike edhe qytetare edhe institucionale, por momentet politike po e tregojnë nevojshme që ende të kemi organizata jo qeveritare. Për ndryshe ne kemi listuar disa hapa, sa i kemi quar disa kërkesa liderëve të partive politike për të takuar me ta, edhe presidentës së shtetit, edhe gjatë javës së ardhshme do të kemi edhe aktivitete tjera, cilat do të jenë vazhdimsi. Sa gjëra aktiviteti Ismet? Do të kemi disa aktivitetet para pame, ndoshta do të fillojmë një mobilizim më të madh qytetar për të ushtruar polision. Po ndoshta nëse do të ketë nevojë, besoj që do të hymë edhe në atë fushë, por do të shohim hapa në veprim, ndoshta shpresojmë që të kemi një reflektim të partive politike, liderëve të partive politike në krijimin e institucioneve dhe zhbllokimin e situatës ku jemi. Por gjithsesi, nëse do të ketë, ne do të kemi takime me liderët e partive politike, nëse do të pranojnë të takohen me ne, do të kemi takim me presidentën gjithashtu, sa di kemi dërguar këto kërkesa, do të kemi një konferencë gati thuaj gjysditore me meturat, me gjeturat, me pasojat cilat na i prodhon situata aktuale edhe mos funksionimi i institucioneve, por edhe do të zhvillojmë edhe aktivitetin e Sot ditë kemi prit para se me bo protest. Do të zhvillojmë mbarësisht edhe nga impulsi dhe nga interesi qytetar. Ne nuk mund të krijojmë tani një plan kështu të detajuar për arsye se këto veprime janë veprime për situatën aktuale, edhe ndryshimi i kësaj situate aktuale i ndryshon gjitha rrethonat politike për të vepruar. Mirë, Ismet, shumë mirë, po më vjen mirë shumë që ka me pas nxitje të aktivitetit shoqërisë civile, dhe ndoshta një vetëdijsim të qytetarëve përmes kësaj nxitje të aktivitetit. Ajo që desha me diskutu është pak kur mundemi ne me shku në zgjedhje lokale, Ismet? Tani saktësisht nuk e di, shumë. po dikon Puni shtatorit, ndoshta. Pse s'po i mbledh? Puni shtatorit, unë besoj që gjatë javës së ardhshme presidentja do të lëvizë. A mos edhe presidenti ka bën këtë matematike në zgjedhjet një kohëshme. Jo, presidentja mund të shpallë, domethënë në afate ligjore, zgjedhjet lokale, këtë matematikë mund ta bëjnë partitë politike për të ardhur të një momentum të zgjedhjen e kryetarit parlamentit edhe shpërbërjen e parlamentit, i cili do të rënte brenda 45 dite të shkojmë në zgjedhje. Partitë politike mas shpalljes nga ana presidentës së ditës zgjedhje për zgjedhjet lokale, mund të kalkulojnë këtë 45 ditëshin që të ndodhë shpërndarja e parlamentit edhe zgjedhjet të jenë detyruar të marrim në ditën me zgjedhjet lokale. Kjo është strategjia nëse jemi duke shkuar drejt asaj. Ismet, ajo zgjedhjet lokale një për arsyet që edhe një nga arsyet pse po bëhet shumë i vështirë koalicioni sot për sot nacional. Mundet me qenë për arsye se i kem dy situata ku partitë politike do të thotë janë polarizuar dhe kjo do të mund të ndikonte edhe në zgjedhjet lokale. Kem situatën tjetër ku partitë politike ndoshta nuk do dinë si të qasen veriut, ma zgjedhjen në veri, edhe gjitha këto mund të shndrohen në kauzat politike të subjekteve politike, edhe besoj që edhe kjo mundet me qenë një ndër ato e cila është duke ndikuar në mos
veprimin e asnjë subjekt politik për të krijuar një koalicion. Edhe situata e zgjedhjeve lokale do ta ndryshonte këtë situatë, për atë e thash sa herë që mund të ndryshoj pozicioni politik. Po thuat që ndryshon veriu? Normalisht që presim sigurisht në zgjedhjet parlamentare që lista serbska dhe subjekte tjera serbe kanë marrë pjesë në zgjedhje. Unë besoj që në këto zgjedhje lokale do të mobilizohen edhe partitë politike serbe atje për të marrë pjesë edhe për të kthyer votën legjitime politike të shumica në këto komuna. Ismet, presidenti edhe për president po kena më shkon zgjedhje, ha? Nuk e di tash mbaret nga koalicioni. Po shkojmë zgjedhje para kohës. Nëse kemë ne gjatë një numra me këtë polarizim të situatës politike, unë s'mendoj që do të kemë një situatë e cila ishte në vitin 2021, kur Liga Demokratike pavarësisht që abstenojnë nga votimi i mundsoi zgjedhjen e presidentit, qose në këtë situatë kemë këto barrikadime të partive politike, edhe kemë një qeverisje me gjatë një numra, unë s'besoj që mund ta kalojmë fazën e zgjedhjes së presidentit. Por mund të ndodhë ndonjë marrëveshje politike, ndryshime kushtetuese, që zgjedhjet të bëhet drejt për drejt, nuk e di, do të thotë janë kalkulime të subjekte politike dhe na metë të shohim anë të dje. Ismet, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Suksese në organizimin dhe shpresoj që keni me pas ndikim të partitë politike me zhblloku këtë blokadën. Unë besoj që mediat janë të e lujt një rol. Spedime dhe na jena të blloku, ma shumë aty zhblloku. Një rol, por gjithsesi mund të jeni edhe ju më aktiv në përkrajën e këtyre iniciativave qytetare, cilat mund ta zhvillojnë. Nuk keni mbrapa. Faleminderit shumë. Faleminderit.